Nëse Vatikani nuk e njeh Kosovën, edhe i Peshqia e ka një lloj hierarkie tek Vatikani, se mbas leximeve që i bëra para disa dite, këta po e mirëshin urdhrin për Vatikanit për me i bo i Peshkvin, domethënë për me i bo ata, po themi kushtimisht presidentët e kishave, apo në kundërshtim me Bashkinë Islame tonë. Ne kemi bazën Mekë, po ata nuk na urdhërin kush më kon më fti këtu. E këta e kanë ato, këtë hierarki. Edhe thot që duhet i bindesh patjetër Vatikanit. A ka ndonjë deklarat i Peshkvis rreth pavarësisë Kosovës? Nuk ka ç'është me pas del blluf. Ta e marrin shef to, po zyrtarisht Impeshvia e Kosovës nuk e njeh Kosovën. Shtet. Zyrtarisht. Ashtu po i bie, po. Si institucion fetar. Impeshvia në Kosovë nuk e njeh Kosovën. Punon me ligjit e Kosovës, se Kosova e lejon të gjithëve, edhe kishën ortodokse, edhe kishën ortodokse serbe, dhe vepron në ligjet të Kosovës sa e lejon ajo po urnat i merr pi Serbisë. Po urnat i merr, nuk ta njeh Kosovën, edhe ta shumë Kosovë me tohi. Po, Kosovë me tohi ta qunë. Edhe këta nuk e njohin zyrtarisht. Ishtë term kishtar me tohi. Po, me tohi, se vendi i kishave. I kishave, subhanallah. Vendi i manastirave. Këta nuk e njohin, edhe kjo është, do më thonë, që shkojnë në bazë të shtetit të shajt që e kanë Vatikanin. Po. Edhe punojnë në bazë të ne. Mësënja që këta bile me ramjen e Konstantinopojës, Stambollit, që ka arrit me shliru Sultan Fatihi, Allah e mëshiroft. Frika ka qenë në Vatikanit se ai do të mësujë edhe Vatikanin me se bazën ortodokse baza ortodokse. Atëherë Papa në atë kohë ka bërë thirrje mu bashku krishterizmi, riti latin edhe ai romak. Latin romak, po edhe riti lindor ortodoks. Latin romak. Po, domethënë më u bashku. Pikërisht këtu rreziku që në të ardhmen për shqiptarët katolik. Po tashti shiko, katolikët përgjithësi edhe në luftën e rrethimit të Shkodrës. Rrethimin Hasan Reza Pasha. Po, Hasan Reza Pasha. Shumica e katolikëve, sidomos gjithë malësia katolike, kanë qenë me malin e zi, kundër shqiptarëve. Që është normale për hoqë se shohin aspektin shpirtëror ata, ku frymzohen tek Bibla, frymzohen kryqi. Në thonë është normal, Jezusi. Kështu që ata këshyrën afrimin me bon mes kishave katolike dhe ortodokse, edhe normal që Islami është ma largë. Nesër për shembull, si në pyetje po them, nesër më ndodh një luftë, përderisa na pishojmë që dekadën e fundit apo edhe më shumë se një dekadë, duke u mundu Vatikani me bërë një lloj uniteti krishter mes ortodoksëve, mes katolikëve dhe ortodoksëve. Për shkak të çështjeve administrative, juridike, ku e diun i kanë ato ndarjet 1954 që ka ndodhur ajo skizma e madhe që ka ndodhur. Tash këtu është një rrezik i madh që çfarë do të bëjnë nesër, po e themi kushtimisht. Inshallah kur nuk ndodh, nëse kërkojmë luftën, nesër më vonë ndodh një luftë mes Serbisë, që priftërinët e tyre ortodoks i kanë pakzu, po themi, i kanë nxit frymzu serbët kundër nesh. Çfarë do të bëj katoliku në Kosovë që e ka i Peshkvin, i cili ka hierarki me Vatikanin? Kjo po se as i kish katolike se kanë shkatruar serbët luftën e fundit. Po. As një kish katolike. Shumë xhamia kanë shkatruar. Edhe kishën e Gjakovës o dëmtu për presionit bombardimit NATO, se ka mos që aty u konë ofër kazerma ushtrisë serbe. Presioni i bombardimit e ka dëmtu edhe kishën. Dëm kolateral që i thoi. Edhe përmes RTK-s ka dalë lajmi ja këtë kishë që kanë shkatruar serbët, sot u rindërtu. Kur e rindërtun? Një rrenë që jepet publikut. Sikur rrena ati priftit që tha i kumë rrej komunat në Ramazan, natë 9-ën, kur në pranverë. Ramazani në natë 8-ën u konë janar. Edhe se cënë herë natë 9-ën i ka ra më konë 10 janar. Po, 10 ditë. Kur në u bo Ramazani natë 9 neve në pranverë, që a i mira komunave. Po këta mundohen me manipulu masën. Më thonë, dalin, këta priftrin, dalin si Shanzefi dhe tjerë, që mundohen përmes manipulimit me paraqit vetën kombëtare dhe nuk del as një me dal kundër ekstremizmit të këtyre lëvizjeve vagabonde që sot. Subhanallah, Allah e shpëleft hoq, ishte kënaqësi biseda
Inshallah taala nuk do të jetë ky emision i fundit, po themi emision apo intervistë e fundit. E deri në takimin e radhës, subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.